Lëvizja vetëvendosje dorëzon në polici kërkesë për hetim të kontratës 950.000 euro të komunës së Prishtinës për mbeturinat. Këtë ka bërë të ditur asambleisti i vetëvendosjes Çlirim Gërbeshi, ku sipas tij, kjo kontratë e negociuar pa njoftim paraprak është në kundërshtim me normat ligjore në fuqi. Vetëvendosja pretendon se i gjithë procesi që i ka paraprirë lidhjes së kësaj kontrate paraqet indicie serioze dhe lë hapësirë të gjerë për hetim nga ana e organeve kompetente. Sot në emër të qendrës së Prishtinës të lëvizjes vetëvendosje kemi dorëzuar në policinë e Kosovës kërkesën për inicimin e hetimeve lidhur me kontratën në vlerë për 950.000 eurosh, të cilën komuna e Prishtinës e ka dhënë për menaxhimin e mbeturinave. Sipas vlerësimit tonë, kjo kontratë e negociuar pa njoftim paraprak është në kundërshtim me normat ligjore në fuqi. Po ashtu i gjithë procesi që i ka paraprirë lidhjes së kësaj kontrate paraqet indicie serioze dhe lë hapësirë të gjerë për hetim nga ana e organeve kompetente. Institucionet publike janë të obliguara të veprojnë me transparencë, ligjshmëri dhe përgjegjësi ndaj qytetarëve, ndërsa çdo devijim nga këto parime duhet të hetohet dhe të marrë përgjigje ligjore. Prishtina meriton qeverisje të ndershme, jo marrëveshje të dyshimta në kurriz të interesit publik, ka shkruar Gërbeshi. Siç u raportua këtë ditë, komuna e Prishtinës ka dhënë një tender me vlerë për rreth 950.000 eurosh për ofrimin e shërbimeve të grumbullimit, transportimit dhe deponimit të mbeturinave përmes procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës.